Dhe në gjithë të histori, duket sikur kjo ka prodhuar një vështirësi. Ka ngelur Berisha i vetëm në garë, të tjerë element ndoshta për përmendje, në lidhje me botën e krimit, po ashtu edhe për vetë Berishën janë bërë, le të themi, këto ndoshta për familjar të tij, këto lloj deklarimesh publike për lidhje të mundshme, financime të errëta, para nga biznesi e të gjitha këto me radhë. Tani këto vinë në formë në pretendimeve politike. Zhllima, unë dua të jem shumë i kujdesshëm në këtë emision, por pyetja është e tillë. A mund të themi në një moment që ky është një realitet, që elementet caktuar, qoftë opozitës, qoftë pushtetit, janë aty ku janë dhe mbështeten nga element botës krimit? Partia Demokratike dhe zoti Noka ka zgjedhur një gabim, ose më mirë ka bërë një gabim dhe ka zgjedhur një strategji të gabuar, duke treguar vazhdimisht që ne kemi një narkoregjim, krim, banda në rrethet e qeverisjes së vendit. Unë si qytetar i thjesht, po edhe në cilësinë e avokatit, nuk kam kaq shumë dieni të grupeve kriminale, nuk kam kaq shumë dieni që çfarë ndodh vazhdimisht me element të krimit, por zoti Noka ka shumë, të thosha, informacion, detaje, ka shumë gjëra. Dhe mua më çuditi kjo gjë, di pse? Se pasi ndolli ajo me afatin kohor për të bërë depozitimin e kandidaturave, zoti Noka doli aty dhe tha grupi Agasi, grupi Çela dhe emra të tjerë. Unë u çudita dhe thash tani, atë e ka për Edi Ramën apo e ka për ata të cilët dikur qante para një viti që po u burgoste nga drejtësia e Partisë Socialiste, zoti Sajani, këtu do të bëjmë demokraci se erdhi rithemelimi. Pra, mua më ngatroi. Për shembull, unë ngatrova shumë nga zoti Noka dhe tani dua një qartësi. Pra, ti the Agasi nuk vendos kryetarin e partisë këtu. Ti the, Suel Çela nuk vendos kryetarin e partisë këtu. Më fal, tek Partia Demokratike u vendos ka ndonjë kryetar edhe përfaqëson një grup të caktuar interesi pra të botës së krimit? Se mua këtu është që të them atë fjalin, po mirë, po këta që kanë të atyre, po ti kujt je? Pra, mua më çuditi kjo. Kur e dëgjova thash, është Partia Demokratike që fliste për rithemelimin? Është Neni Basha që fliste për të lirinë edhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme në parti? Pra, si mundesh ti të dalësh me datën 8 maj, se më erdhën në të gjitha në të njëjtë momente dhe unë për shembull nuk jam antar i Partisë Demokratike, kam thënë publikisht dhe them, unë nuk jam antar i Partisë Demokratike, por nga aspekti parimor që në ngrada Berishës ja kanë bërë qëllimisht, që Partinë Demokratike e çuan tek gjykata për vulën qëllimisht, që Berishën i vendosën gjithçka qëllimisht, dëmtojnë Partinë Demokratike, një parti historike në këtë vend e ka mbajtur qendrimin tim, por unë nuk mund të pranoj që një që merret me kaseta, duke thënë banda Edi Rama, banda Edi Rama, duke fuqizuar grupet kriminale, se promovimi i grupeve kriminale, që Agasi, ky bën namin ata në përçarqe, çfarë e dobëson Partinë Demokratike? E di pse? Se kur është një fshatar atje në një majtë të fshatit, e dëgjon që një person që është përmendur nga Sali Berisha është kampion i krimit, ai nuk shon të votojë Partinë Demokratike, dhe ta doj. Ai orri në shtëpi o bën pakt me krimin. Pse? Se ai nuk do të sakrifikoj familjen e tij duke dëgjuar zotin Noka ose duke dëgjuar zotin Paloka duke thonë që kemi mbledh dhe kemi mbush kuti për Lulbashën. Pra, unë u çudita kur dëgjova këtë gjëra. Ti e beson që krimi është mbrapa figurave të caktuara politike? Edhe një herë, unë mendoj që pjesërisht politika shqiptare ka punuar me krimin e organizuar ose ka punuar më të fortit. Këtë nuk ma heq asnjëri nga mendja ime. Pse? Sepse në rast se ju do të shikoni në kohën kur Lulbasha ka qenë kryetar partie, detyroi që të vendoset ligji i dekriminalizimit. Pikrisht ligji i dekriminalizimit nuk erdhi për të pastruar politikën. Është një mashtrim. Pse? Pse nuk ishte për këtë? Jo, prit, edhe ma dëgjoj me kujdes. Krimi organizuar, t'jemi realist, ç'a bën? Sjell lek nga jashtë, i sjell në Shqipëri. Dhe nga Shqipëria këtu ke parë që njerëz të botës së krimit janë bërë me universitete, kanë ecur, se kanë bërë edhe universitet dhe është puna e tyre. Por, për shkak se ata kishin avancuar dhe ishin bërë me universitete, pra
në Shqipëri, për shkak se dëshmia e penalitetit tyre ka qenë e pastër, ishin në rregull. Pra, në politik, që do të thotë, mund të bënin drejtor, mund të bënin deputet, mund të bënin ministra, këtë gjëra, po ishte një peng i madh për Edi Ramën, për Lulzim Bashën dhe për kryetarët e tjerë të partive. Pse? Sa ata ishin konkurrent të brendshëm, po ishin të fuqishëm, çfarë komandonin botën e krimit. Si komandohet bota e krimit? Përmes paras. Dhe këta u bërën të gjithë bashkë, dhe na dëgjojnë me vëmendje, dhe këtu banditët ta dëgjojnë, pra banditët. Për mua janë normal se po nuk e bërë të keq, po pavarësisht çka ke bërë në jetën tënde nuk do ta majm 100 vite çka ke bërë ti. Dhe çfarë ju bën? Ju përdorën duke ju marrë çfarë votën, influencën në zonë, duke ju futur edhe në burg, tani duke ju sekustruar edhe pasuritë që keni ndërtuar në Shqipëri, po duke i përfituar nga jashtë shtetit. Pra, ju bërën tabelqitje, ju përdorën, ju shtrydhën gjithë këto vite, 34 vite, dhe ju futën ligjin e dekriminalizimit për të ju spostuar nga politika, që të i vazhdoni dhe të jeni në varësitë atyre që ju përdorin çdo 4 vite për të mbledh vota. Pra, ligji i dekriminalizimit nuk ishte një kërkesë europiane, që është mashtrim që është bërë ndaj juve që keni, edhe jeni akoma edhe mendoni. Kriminalet po i bëni thjesht. Çfarë ndodh? Do të bëjmë një krahasim. Jo me mua, fol dhe me mua, fol dhe me mua. Po edhe me mua. Janë miliona. Dëgjoj mua. Ti je një ndër milionat. Po je kryesori se na pranon këtu edhe na fton. Tani, më dëgjoj pak të them diçka. Është shumë e rëndësishme. Çfarë ndodh? Rasti Beleri. Pse do ta marrim si një rast? Ligji i dekriminalizimit në Shqipëri atë ndalon të kandidojë, do të marrë pozicione për 5 vite. Këtë sa po kaloi Saljanin e ndalon, sepse është ndalues. Tani, ne a do integrohemi në Bashkimin Evropian? Po. Po, mirë. Po ti ke thënë tek populli që ligji i dekriminalizimit është edhe një kërkesë e Bashkimit Evropian, është një kërkesë e partnerëve evropian. Prej tani. Po mirë, lind pyetja e thjeshtë. Po mirë, Beleri përmes Greqisë shkoi u bë eurodeputet. Po Bashkimi Evropian në rast se do ta kishte atë kriter, nuk do ta kishte ndaluar Belerin të kandidonte? Okej. Prandaj banditë të famshëm që ju kanë bërë këta, duke ka edhe njerëz të cilët këta thonë emra kot thjesht për me bënë një show, por bandet kriminale ose personazh të cilët janë pjesë e botës së krimit ose kanë bërë një gjë në gabim në jetën e tyre, dhe më pashëm, po këtu kanë ndërtuar karrierë, familje, gjithë këto, s'ka pse ta marrin si koha e komunizmit. Je kundër partisë e gjithë partia është kundër teje. Pra, ky diskriminim dhe kjo lojë e famshme është bërë qëllimisht nga politikanët që të vjelin nga grupet kriminale, të marrin të gjitha dhe pastaj grupeve kriminale i çojnë policin, prokurorinë, përhetimet dhe gjitha. Faleminderit. Besoj i qartë, po ju vazhdoni punoni për partitë në pushtet që ju nga mjes deri në darkë ju përdorin, sepse kënaqeni me vetëkënaqësitë. Faleminderit. Nart, e vijojmë bisedën së bashku. Një realitet prania e grupeve kriminale në element të caktuar politik, qoftë tashmë në qeveri, qoftë në opozit, si e shikon? Në çfarë mund të shkaktojë kjo lloj, le të themi, përmendje emrave specifik nga vetë PD-ja për element PD-s, duke qenë se janë opozit. Krimi dje, sot, nesër do shkojë ande nga frynera. Madje thuhet që kriminalet janë si punë e mive. E ndjejnë tërmetin më shpejt se sa të tjerët. Pra e kuptojnë se nga do shkoj historia politike. Ka nga ata, të cilët merren me botën e krimit, po themi unë, që do rodhisin në të dyja anët. Diku 70% me 30%, diku 60% me 40%. Pra, ka ndodhur, ndodh sot dhe do ndodh nesër, se jo pa qëllim, ata që ishin oligark në kohën e zotit Berisha, janë oligark edhe në kohën e zotit Rama. Se në qëse se do ta quash oligark Shefqet Kastrati, me gjithë respektit, se s'ka marrë asnjë lloj arsye për t'ia përmendur emrin, po e marr si krahasim, është i njëjti Shefqet Kastrati ku ju bllokua travi rrugës së Kombit fillimisht dhe pastaj shkovi nul loka dhe agriti, është i njëjti person që
bën sipas teje apo syresh të tjere, pazare dhe me qeverisin e zotit Rama. Po e mora Kjo është qenurit biznesmen, okay. Kërkova ndjesja mora. Për qenë korrekt. Po ta them se si është. Pra krimi në tërësinë e vet nuk njeh ngjyrë. I majt, i djath, komunist apo ballist. Shikon interes, sepse për ata interes është leku dhe të mos futen në burg. Dhe kush ja jep këtë lloj mundësie, me të e bëhen. Dhe këtë lloj instrumenti e kam përdor të majt dhe të djath. Dhe kur unë kam thënë dhe them vazhdimisht që këta nuk janë në opozit, sepse nuk ka mundësi që t'jesh në opozit dhe të bësh 10 herë më i pasur se ç'ke ku ke qenë në pushtet. E kam dëgjuar këtë nartë, kanë artikuluar dhe ish deputet deri në shtator të vitit të kaluar, kur hoqën kostumin e deputetit, kanë bërë dhe statuse dhe reagime publike që thonë që opozita, kanë qenë brenda ata, opozita ka përfituar shumë nga qeveria dhe kryesisht tek lejet e ndërtimit. Vazhdojnë, ndjes për ndërprerjen, po duhet specifikohet që kanë thënë nga brenda vet ata. Edhe unë që kam qenë i jashtëm, nuk është se jam pa të. Tani, rast konkret, unë kam dëgjuar që për zotin Ervin Saliani e lidhin me ta shtuqohetin banë të Suel Çelës që themi. Më intereson. Ku i ka thënë organizat kriminale asaj, por më intereson fare as e kushesa se nuk jam as avokat as prokuroria e atij personi. Po. Në botën e tij le të jenë në botën e tij, nuk më intereson. Po mua më intereson një gjë për të qenë korrekt me veten time. Se në Elbasan është përjashtuar Doris Madhi, një nga këshilltarët e Partisë Demokratike aty, dhe u atakua Ervin Saliani me idenë që kanë votuar ose janë bërë pjesë e lojës së Suel Çelës, por nuk ka guxim nul Noka dhe as Sali Berisha që të thonë që kryetari i Partisë Demokratike deri dje në Elbasan, sot deputet i Elbasanit, është në kuvend. Në kuvend, Blendi Hinçi, ka qenë kur ishte këshilltar në bashkinë e Elbasanit, ka votuar pro zgjatjes së kontratës të tregut të Elbasanit për babain e Suel Çelës. Ky është fakt. S'e kam shpjeguar. Po, s'është opinion, është fakt. E ketë proces verbal. Ti shkoj ta proces verbali atje, që ka firmosur ky zotëria. Ky është deputet i Elbasanit. Mund ta ketë bërë në bindje të plot dhe mund t'i ketë takuar që ta marrë rinovimin e kontratës. S'po nuk dim kushtet, pra nuk i dim çfarë kushtesh ka pas kontratë. Po s'më intereson pra. Okej. Mua më intereson, ky është fakt. Doris Madhi është përjashtuar se me gjasme kjo zonja ka dalë jashtë kur është votuar. S'ka qenë fare në votim. Kjo përjashtohet sot se e lidhur me PS-n. Ky zotëria që është deputet i nul Nokës, ky nuk ndodh asgjë gjë këtu. Ky është fakt. Ne po flasim për fakt. Pra ndralla, duros se tani të më. Pra ndralla mund të bësh çfarë duash. Un jam prej 1995 se antar i Partisë Demokratike. E them me mburrje dhe krenari. Edhe me mburrje edhe krenari. Uroj që mburrja të më bie dhe po mbash. Kurse krenaria ndoshta do vdesi me mua. Nuk ka turp më të madh për mua dhe e them botërisht me atë që unë shikoj sot se çfarë po ndodh në këtë parti e konsideruar demokratike. Tash të më lejojnë qytetarët që kjo sken krimi është, domethënë trajtoj jo, po ja pra një sekond se këtë momentin dua ta sqaroj. Ky është emision Sken krimi, por neve na intereson dhe një realitet i cili vjen në kontekstin politik të gjës për të shërbyer dhe për të kuptuar se çfarë po ndodh brenda PD-s na. E kisha nevojë për këtë bërë. Okej. Në ka turp më të madh thash për mua që ta kuptosh se çfarë ndodh sot aty. Ti largon nga gara 1, 2, 3, 4 personazhe, të cilët mund të kenë një feedback apo background të fortë apo më të lehtë, dhe shkon dhe degeneron historinë, nul Noka sërish, me i remen. S'ka mas edhe një gjë me këtë zonjë se një fare, ajo madje ishte te galvanizuar sepse doli dhe tha, unë tha respektoj të vdekurit dhe ashtu të respektoj dhe të gjallët, do fitoj me 99% vota, pak e kishte kaluar edhe mbi kasurrelat e veta. Historinë e vet, po në drejtë e saj ta mendoj, dhe pas 12 orësh kur gjithë rrjeti
social u kthye në një meme, sa u kthye Sali Berisha nga Zagrebi, e përjashtuan e hoqën dhe këta dhe doli vetëm zoti Berisha si kandidati i vetë. Pra, një mënyra për një tjetër themun e hangën turpi me buk, po këta sa turpe ka ngërë këta... Se realisht zonja mund tjetë zonja nderuar, mund tjetë një mjek po ta kuptosh tash, këtë s'dua të dalë diku tjetër onar, tash më lër që të vite logjika. Se na theje demokrat, prandaj duhet jap zonja mund tjetë zonja nderuar, mund tjetë mjeke e nderuar, por në Partinë Demokratike publike ato se çfarë shohin njerëzit duke me zero kontribut. Po mund të preve edhe një tjetër do ta bësh emisionin sonde vetëm. Nuk e do ta bëj vetëm, unë sepse e kisha të rëndësishme për ta bërë këtë nar sepse më theu kthye në meme edhe më përmendë dy terma që unë nuk kthye meme ajo. U kthye PD-ja në meme thash. Mos e ngatroj historinë, thash u kthye PD-ja në 12 dhjetor u kthye në një meme të madhe. Sepse pikërisht zonja nuk ishte kontribut politik, po them prandaj u kthye në meme. Po pra, pse nuk mundesh. Dhe prandaj thash që mund të jetë zonjë shumë e mirë, profesioniste shumë e mirë. Por kontributin e kishte zero në publik dhe u kthye në meme. Erdhi Berisha nga Zagrebi? Po, edhe e hoqën. Okej. Edhe e hoqën e skualifikuan si të padenj për të kandiduar gigantin zotin Berisha. Në një mënyrë apo në një tjetër është gigant. Po për pyetje që u ngre është, kur ti je një personazh që e ke dominuar në mënyrë drastike gjithë jetën politike të Partisë Demokratike për 35 vite Berisha. Ti nuk ke nevojë me bë gjasme. Me gjasme ti nuk ke nevojë. Nuk ka mendje normale, nuk po them me IQ të lartë, normale në PD apo për te PD-s që sot nuk thot cili do qoftë që mund të kandidojë përballë Berishës, fiton Berisha. Sepse ashtu është krijuar aty historia. Kanë marrë peng këtë gjë këtë partinë. Po, pra, po. Aty është marrë çdo gjë peng. Dhe tani në momentin kur ti e ke pronë tënden, atë ke SHPK tënde, ti nuk ke nevojë që të bësh gjasme, sepse pastaj del si mreti Cullak, që thon sa bukur i e veshur, kur ai ndërkohë ishte laguriq. Pra aty del Albana, Nuli me shokë dhe thon, doktor, sa bukur të rika ky kostumi, kur doktori është laguriq. Pra ne nuk mundemi të bëhem sakrilegje të tilla. Pra nuk mund të gënjejmë deri në këtë farfeje. E treta, ti nuk mundesh më zotëri nderuar politikisht po flas. Nga njerëzit e ndar, ti thuash Edi Rama duhet zgjedhje të lira, të drejta demokratike, me ata nuk shkojnë zgjedhje, ai është satrapi i zgjedhjeve. Po, ti. Okej. Po ti në krahun tjetër? Ç'a bën? Kur nuk e bë këtë dot me kundërshtarin tënd politik. Edhe aty më po ta jap kredon tënde politike. Po ti e ke brenda për brenda më partisë tënde. Kur ti nuk arrin do të zbatosh brenda për brenda strukturës tënde politike, të bësh një palë zgjedhje të drejta, të lira, të barabarta. Po si ke ftyrë ti të dalësh nisë dhe i thuash popullit shqiptar, ky është i keqi, ky është hajduti. Ky është hajduti. Është. Po ti se bën të vetje më. Po ti shikote Neni Basha më zotëri. Ti shikote Neni Basha. Vetë vënormuan edhe vetë peshkelin. Zoti Berisha për mendimin tim ka bërë një akt tek një të vetëm të cilën unë do t'ja mbaj mend si gjën shumë të rëndësishme dhe akti i tij ka qenë 2013, kur ai u dërhoq. Po. Sepse më teorikisht u dërhoq. Bëri njerëz për qarë. Dhe marrë njerëz, po kiku. Po. Në momentin ku ai u rikthye, për mendimin tim në mënyrë të gabuar, por u rikthye, unë kam besuar në një gjë Randi. Sepse ai tha, unë dua me patjetër tha që këtu kjo parti të bëhet demokratike, sepse në mënyrën se si është bërë tha dhe kishte nevojë që aty të lëkundnin gjërat. Se kishte rënë në një lloj amullie, nuk merresh e vesh më se çfarë bënte. Dhe tha një tre katë gjëra shumë të rëndësishme. Tha, humba zgjedhjet, kryetari jep dorëheqjen dhe nuk kandidon më për kryetar. Është e shkruar të zezë mbi të bardhë. Neni 46 i statutit pika 8. Në rast të humbjes së partisë në të zgjedhjeve, kryetari jep dorëheqje të parevokueshme dhe nuk mund të kandidojë më. Pyetje, ka një pikë ai Neni që thotë nëse vidhen zgjedhjet dhe përdoret botë e krimit. Ajo është interpretim. Ai marrë. Është interpretim. 2 tha, partia tha do hapet në bazë të një meritokracie. Ku është? Që do të thotë që neve do bëjmë primare çdo gjë do ta marrë. Dhe unë aty u ngrita dhe thash, ne nuk mund të bëjmë primare. Sepse primaret janë ajka e demokracisë dhe në Shqipëria është shumë e hershme për ta bërë një gjë të tillë. Ne të majmë nat kur futemi në një garë me njëri tjetrin.
Ne nuk dim t'i japim dorën kundërshtarit se na munde drejt. Po. Okej? Ne të majminat. Jo, thanë ata aty, mu hodhën gjithë një pjesë e mirë atyre. Se thash vetëm unë, ishte edhe Mysy Murrizi, ishte shumë të tjerë që kishin të njëjtën qasje. Okay? Ti çeke me tabel që kanë antar këshillit domethënë. Dikur, tani jo. To si. Tani jo do ta bëjnë, e bën, po. A fituan primaret vjet ata? Shkëlqyet. Atëre, ata që fituan primaret nuk ishin jo vetëm që s'u bën deputet, që teorikisht duhet ishin listë mbyllur. Se fituan primaret ata. Por nuk ishin as më të mirët e partisë. Nuk ishin as listë fare. Dhe tani ja rrenda sulës, sepse ti na trasove ti, tradhtar i madh. Po ti pse e trasove atë që ka 25 vite që ri pas teje? Ai që jep shumë vota, Dashsula ka dhënë shumë vota. Por e pse e pesta, pritër, të lutem se e kam shumë e merak të se. Okay, është jote, ta le. E pesta. Sali Berisha tha një gjë. Unë tha në 2022-shin, ne i thoshim doktor, të bëjmë një përmendore gjigande tek Shqupi, që ti të rrit ta shohësh kështu, ose të dalësh përballë tek shtëpia e çunit, e Shkëlzenit, që ka përballë, dhe të jetë në të njëjtën gjatësi vale dhe lartësi. Por mos kandido. Lejtë bazë, jo, tha, unë tha do kandidoj, tha, dhe në unë tha kryetari PD-s legjitime, për 6 muaj tha Ramën e nxjerr në pension. Nga ajo datë ne humbën zgjedhjet e 2023-shit. Zgjedhjet e 2025-s 2 herë, se humbë edhe ato të majit edhe ato të nëntorit. Pra, i humbë prap. Nuk gëudzon të thotë që hajde të shkojmë në zgjedhje në Rogozhin, ka 4 muaj Rogozhina pa zgjedhje. Nuk guxon ta thotë atë. Pra, dhe për logjikën time, pra ai sa u marrveshore, se mund mos marrveshun ai sa duhet. Rama me këtë, unë ka thënë 2041-shin për qytetarët deri në 2033-shin i ka të qepur atletat për të qenë kryeministër. Me këta. Me Nulin, Albanën, Edin, me këta që janë leadershipi, që nuk din se çfarë bëjnë, që ne e marrin gruën e botës një ditë përpara dhe i thonë, kjo është kandidatja jonë që do kandidoj kundër Berishës, edhe sot unë nuk di që të ketë dalë Nul Noka numri 2, se këta të fyen dhe inteligjencën. Nul është e ke për Flamur Nokën, që është pas meje. Po pra, po ja ka lënë si Ariqin, ja ka lënë Sajmir Tahiri, nuk ja lashu, se kam shpikur unë këtë. Ja ka thënë atje, dhe fiks ashtu është. Ai është numri 2 i PD-s. Unë kam turp që kam ktesën e PD-s. Kur mendoj që ai është sekretari i partisë, për mua ke menduar ndonjëherë ta djegësh atë narti? Jo. Është kontributi im ai ande, nuk është problemi i tij. Nuk të ka zhgënjur këta ty kaq shumë sa ti të thua që unë do ta djeg të tesë do largohem nga kjo parti. Vullnetarizmi dhe idealizmi është një gjë që buron nga brenda. Nuk të më të vjen vetë tiu. Po pse nuk të respektojnë ty këta? Po sepse që ti ke. Po sepse është Nuli pra thash aty. Po e vure gomarin për para kalit, do jetë shmapin e gomarit, Domik. Ti ke gomarin për para, gomarin ecë me 10 në orë, kalin e ke vën bas që ecë me 100 në orë, po se a le pra gomarin nuk të letë ecësh për para. Dhe këta e kanë uzurpruar atë, dhe kjo histori do vazhdoj kështu, dhe në datë, dhe 2 fjali kam të lutem, mos më ndërpre. Dhe në datë 23 maj, ta dinë të gjithë, ka për të qenë de facto funerali i PD-s. De facto më. Në datën 23 maj do rizgjidhet padroni, mbreti do vazhdoj të ketë mbretërimin, datën 30 maj, Gaska me Gonkën, me këta lëpirësit, këta që thoshin Çuni Xeni, Çuni Babit, Gërdeci, Suelçela, Bajrat, e më thethashe, po erdhi ai aty, unë nuk bëhem, Gazmet Bardhi thotë. Ashtu, ta do ndryshojnë dhe statutin, në 30 maj është kuvendi, dhe po e ndryshojnë statutin këta zotërin, të jetë kuvendi, dhe çfarë do ndodhin andi, këtu e deri në nëntor dhjetor, se gjithë kjo histori, e di për çfarë bëhet? Që Sali Berisha të marrë një imunitet nga ndërkombëtarët. Pra unë e lëshoj PD-n, e liroj që opozitarizmi të... Pas ka qëllim. Po më ngjaj edhe në fund se unë nuk flas kot tani. Pra unë e liroj hapësirën opozitariste, pra nuk e mbaj të mbyllur këtë histori, sepse këtu pengmesi më i madh është ai që ka marrë opozitën pengmër, nuk është ai që është pushtet. Ai që është pushtet ai ka drejtën e tij me qenë aty mër. E ka fitu voto dori. Ti, alternativa kush është? Ti e ke marrë peng. Dhe këtu qëndron problemi vetëm te një gjë.
si të bëj unë dealin me ndërkombëtarët, si të ma japin ata, se ata deri tani s'ja kanë dhënë një deal tillë dhe s'kan për t'ia dhënë. Shbaja kryesisht. Unë po them ndërkombëtarët, me qëllim që unë të bëj një dalje të butë, të mos prekem fare nga ato çfarë mund të kem bërë, penalisht apo jo, apo administrativisht, dhe mundësisht të lë një lulash tjetër, si më kam sentim aty. Po unë do pranoja dhe çdo lloj lulashi tjetër. Mjaft që të mos shkoj, më të kisha këtë lloj principi. Siç e shikoni, Partia Demokratike, brenda saj opozita ka njerëz idealist të cilët kanë treguar kontributin e tyre ndër vite me radhë, kur nuk kanë marrë një vendim që ta djegin tesrën e partisë, por i kanë qëndruar besnik idealit të një partie apo partisë tjetër, siç është në pushtet, dhe janë gjithnjë këta individë të cilët nuk duhen tradhtuar në asnjë moment. Zhlima, ku po ta bëj politike, po e bëj shumë pyetjen, ku mendon që shkon opozita tani? Partia Demokratike e opozita. Bravo, se ka Partia shansa apo jo? Demokratike është pjesë e opozitës. Edhe e mbyllim Opozita me është këtë. një institucion tjetër shumë i respektuar, sepse opozitë do kemi gjithmonë, sepse partitë do të ndryshojnë, besojnë në të ardhmen nga pushtet në pushtet dhe sigurisht do të kemi konfigurime të reja. Por më lejoni thjesht të tregoj thjesht foton që keni mbrapa. Zoti Noka dilte para një vit e gjys dhe thoshte që zoti Sajani është proceduar, arrestuar nga një drejtësi me regji, jo bandat kriminale, ai shkoi për të shpëtuar demokracinë. Janë fjalit e tij, kam lexuar unë. Në burg, tha Jo, Berisha një sekond. Dhe ai sigurisht që thoshte që zoti Sajani është një viktimë e sistemit të drejtësisë së re. Tani, personat që janë koherent, apo personat që kanë respekt për veten e tyre, kush bëhet më i rrezikshëm? Ai që është jashtë burgut ose ai që është brenda burgut? Tash të citoj ç'tha Berisha sot, më lër ta citoj Po, që të bëjmë më thuaj diskutim. edhe Berisha zotin sot Berisha. tha, dënimi i Saljanit ishte dënim, ishte një burgosur politik, dënim politik, Po. por ushit brenda në burg. Po si ushit aty? Si ushit për shkak? Prandaj ta bëre, si ushit? Jama jep mua tani zoti Berisha na thuaj. Na merr telefon zoti Berisha dhe na thuaj, na interpreton. Po pse i shkovicovi libra dhe i Pse- tha pse shkoj e ku ishte takoj? i shitur ky? Po, ku ishte i shitur? Vendi që mos shitej. Mos vazhdoj shitjen. A kupton në cilën situatë jemi? Zotri, jemi në situatën që akoma nuk po e kuptoni. Zoti Berisha dhe personat të cilët ka rreth ti, Noka, Bardhi, e të tjerë me radhë, Paloka e të tjerë se janë shumë tani, se mos ta gjë kohën time për këta, janë në një marrëveshje të qartë politike me Partinë Socialiste. Reforma territoriale, reforma zgjedhore dhe reforma kushtetuese. Kur unë pash, është e pa imagjinueshme o zoti i madh, flet për disa njerëz dhe thua po të bëjnë luftë edhe ti vet thua do shkoj të bëj protestë me 8 maj dhe ke në një trues diskutimi Luciano Boçin dhe Marznikun duke bërë reformën territoriale, çfarë është kjo gjë? Sa i smur duhet jesh në atë parti? Sa i smur duhet jesh në atë parti? Kjo është pyetja ime e thjesht ndaj ata njerëz të cilët janë aty brenda. Sa i smur duhet jesh që para një vit e gjys ta thoj që ky është viktima e sistemit? Sa? Është pyetje e thjesht kjo më zotri. Nuk ka pse duhet jesh ti i shitur tek Edi Rama. Edi Rama tani e ditë jam i bindur, nuk pret të blejë ndonjë person, sepse pikërisht këta i shesin. Këta shesin zotri. Këta janë mos mirënjohës, sidomos ai që ka qenë ministër edhe tha në një dalje publike, po të ikë unë Edi Rama do qëndroj. Po ai tjetri është Bylukbashi më, nga humbja në humbje opozita në sistemi zgjedhor. Rrin aty dhe qëndron në parti. Dhe është akoma ai që negocion me Edi Ramën dhe Damian Gjiknurin nga tërmet në tërmet. Or të na dalin publikisht në të na thënë ata se ne jemi shitur tek Edi Rama. Po këta që nuk janë të shitur më zotri. Se mi tabele, disa vendosin tabelën, sekonda ta rrasin tabelën aty. Po këta që nuk janë shitur, unë pranoj që jam i shitur. Po të vit ma thoj drejt për së drejti, jo tërthorazi. Unë jam i shitur. Po ti më zotri që me Edi Ramën ke vendosur në 2024 të bësh ndryshime kushtetuese. E ma me çfarë tha ky zoti Berisha kur ishte arrest në burg, në arrest në shtëpi. Kur dolëm ne të gjithë thamë që në 11 maj të 2025 Rama fiton, na thamë të shitur. Kur Rama fiton në mënyrë dërmuese, na thamë kemi bler.
Dhe di çfarë ndodhi? Biesh duhet shitesh. Jo, një sekond, se ato e kanë taksative, por prandaj po e them kështu. Se cili thot blerin dhe shitje thot ndryshe. Prandaj më dëgjoj pak vetëm këtë të fundit. Bravo. Tani dëgjoj këtë të fundit. Zoti Berisha doli të shtunën pasi shkoi me Gazmen Bardhin, Albana Vokshin, Edi Paloka, Oer Blykbashi nga suksesi në sukses humbjet dhe tha ne do ta fitojmë Edi Ramën. Sali Berisha doli dhe tha këto nuk ishin ndryshime thelbësore, po ishin ndryshime kushtetuese që do të bëhen pasi ne të marrim pushtetin. Dhe prit, zgjatimi i asamblesë së Partisë Socialiste. Doli Rama në asamble dhe tha shkarkoj me Rënvelia si që shkohen antarët e Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe të PS-s dhe të PD-s u bën një. Rasti tjetër, zgjatimi i asamblesë së Partisë Socialiste tha 100 mandate në parlament, si që shkoi Sali Berisha te emisioni Opinione dhe tha po jam dakord ta ulim. Berish, deri diku ka ndales, deri diku ka limit. Demokracia në këtë vend nuk bëhet ashtu si ishte 2008 që bërë me Edi Ramën. O ndalo ose do të ndalojnë. Besoj se mos tjetë ajo e fundit.